Në fshatin Kodër të Tepelenës, një 76 vjeçar vazhdon të ruaj me pasion traditën e bletarisë që nga fëmijëria. Kujtim Hyseni, prej më shumë se gjysmë shekulli, kujdeset për 200 koshere dhe nxjerr mjaltë të cilësisë së lartë që e shet në tregun vendas. Ai ushtron këtë profesion së bashku me djalin e tij duke e kthyer bletarin në një punë familjare dhe e sheh këtë si një mënyrë për të kaluar traditën tek brezi i ri. Po bleta do punë të madhe. Unë kam vite që punoj me bletën, por ja kam quar edhe, kam dhënë edhe djalit. Këto 200 bletë që kam unë, më ndihmon djali. Prodhimin është i shitur i tëri. Sa prodhim mund të më bëj, e kam të shitur. E marrë me porosi. Problemi më i madh këto vite janë sëmundjet që prekin bletët. Për këtë arsye, shërbimi veterinar duhet të jetë më shumë në terren për të ndihmuar bletëricit, thot Hyseni. Janë të garantuara ilaçet. Çoku i marrim edhe jashtë shtetit. Na njëri bëjmë edhe vetëm në mënyrë primitive si që i kemi bërë në vitet 85-86, po që ilaçet janë kryesore dhe po s'u bën me ilaçe bletët të zhduken, se ka shumë smundje bleta. Ka hyrë morzi që është në mënyrë të jashtëzakonshme ka hyrë. Veterinerët duhet të jenë në dispozicion, për shembull bëjnë kontrolle ku ka bletari të mëdha dhe me gjithë vështirësitë, Kujtim Hyseni mbetet një shembull i përkushtimit dhe dashurisë për natyrën që mban gjallë traditën e bletarisë në zonën e Tepelenës.